Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së demit. Do bëj një mesazh për ju dhe atë mesazh do ta zgjedhim ja kështu. Ja kështu. Mesazhi I juaj është yin. Nëse nuk e dini, do t'ju shpjegoj. Yin dhe yang janë balanca apo ekuilibri. Dhe që të dyja duhet të jenë njësh. Ka letra nga ato që janë që të dyjat, ka nga kjo siç është dhe kjo, apo janë, yin dhe yang. Do thot një ekuilibër jo të ekuilibruar, ta thosha diku po anoni më shumë. Mund të jetë po punoni shumë, të fokusuar në diçka tjetër dhe gjëra tjera duke I lënë anash. Dhe kërkohet, këshillohet të dashur demër që të mund të gjeni një balancë, të jeni gjithkund aty ku duhet, në masa të duhura, jo në një gjë jashtë mase dhe tjera t'i lëni anash.